podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Catalysis, Eptaderm, Italmed, Luna Farm, Naturmel, Nika Farm, Organic dhe Relastil. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të Glowcast. Unë jam Edita Juseni, farmaciste dhe specialiste e shkencave kozmetike. Episodin e sotëm do t'ja kushtojmë kujdesit ndaj lëkurës dhe për këtë kam të ftuar kolegen time, magjistre e farmacisë dhe specialiste e kozmetologjisë, Teuta Tunuzliu. Teuta, mirë se erdhe në Glowcast. Mirë se gjeta, Edita, faleminderit për ftesën. Teuta, ti je ndër personat e parë që kanë filluar me u marrë mënyrë profesionale me kujdesin ndaj lëkurës. Sa vite bo që je ti në këtë fushë? Në fushën e kozmetologjisë dhe estetikës jam që 22 vite. Çka ka ndryshuar gjatë këtyne 22 viteve prej kur ti ke filluar deri tash? Mendoj që ndryshimi më i madh është kalimi pi qasjes standarde në qasjen e personalizuar ndaj klientit dhe ndaj trajtimeve të lëkurës. Kur kemi fillu punën, fokusi ka qenë më shumë te trajtimi i problemit, që shihej kryesisht në sipërfaqe. Sot ka shumë më shumë njohuri, më shumë teknologji dhe mundësi që shumë më mirë me kuptu lëkurën si tansi e një organizmi. Gjithashtu, klientat tash janë shumë të informuar, mirë po janë edhe pak më shumë të ekspozuar ndaj trendeve dhe informacioneve kontradiktore. Ajo që më gëzon më shumë të është që industria po lëviz drejt shëndetit lëkurës, drejt rezultateve natyrale edhe trajtimeve të personalizuara, e jo vetëm drejt ndryshimit të pamjes. Qysh e vlerëson gjendjen e lëkurës një klienti para se me vendosë se çfarë trajtmani me i bo? Për mu, analiza është hapi më i rëndësishëm i gjithë procesit të trajtimit dhe mirëmbajtjes të lëkurës. Nuk e shikoj zakonisht problemin që klienti e shen pasqyrë, mundohem me kuptu pse është kriju qaj problem, e vlerësoj gjendjen e lëkurës, barierën, hidratimin, stilin e jetesës, përfshi edhe stresin, gjumin, hormonet, si dhe rutinën të cilën e ndjek klientin në shtëpi. Shpesh klientat vinë duke kërku trajtime të caktuara ose produkte të caktuara, mirë po puna ime nuk është me ndjek një trend. Puna ime është me gjetë se çka realisht i përshtatet lëkurës së tij apo saj. Cilat janë gabimet më të zakonshme që i bojnë njerëzit me kujdesin ndaj lëkurës që i ke vrejti gjatë përvojës tane? Gabimi më i madh është që shohë njerëzit është se bojnë nganjëherë më shumë se që duhet për lëkurën e tyre. Për shkak të rrjeteve sociale, shumë shpesh përdorin produkte me shumë aktiv, shumë produkte në njëjtën kohë, duke irritu edhe dëmtu barierën e lëkurës, pa e kuptu që janë duke e bërë qëtë veprim. Një gabim tjetër është kërkimi i rezultateve të menjëhershme. Lëkura ka nevojë për kohë, për konsistencë edhe për durim. Shpesh lëkura ka nevojë për pak produkte, mirë po për ato të duhurat. Sot në treg ka shumë lloje të produkteve. A menon që ato produktet që konsiderohen si profesionale japin efekt më të mirë ose rezultat më të mirë te klientat se sa produktet e zakonshme? Për mu ka shumë rëndësi, nuk ka shumë rëndësi se produktja është profesional apo komercial, ma shumë ka rëndësi se sa qysh funksionan. Çka e bën diferencën mes këtyre produkteve është siguria e kompanisë, sa ka përvojë, sa është e sigurt, se profesionale a kompani produse. Mandej është cilësia e përbërësve të atij formulimi, përbërësit e atij formulimi, si dhe nëse produkti është i përshtatshëm për nevojat e lëkurës. Kam pa produkte shumë të mira prej të dy kategorive, mirë po edhe produkte që mbështeten më shumë në marketing se sa në rezultatin që sjell ai produkt në lëkurë. Në fund unë për veti nuk i zgjedh produkte të cilat janë trend apo cilat reklamohen shumë, më shumë i zgjedh në bazë të asaj se sa jep rezultat edhe sa është i sigurt për lëkurën e klientit. Një prej problemeve kryesore të lëkurës që ndoshta e shqetëson njerëzit është plakja. Cilat janë ato produkte ose ata përbërës aktiv që ti i vlerëson më shumë ti kur është fjala për anti-aging? Mas pari më pëlqen më shumë me fol për mirëplakjen, masi që plakja është një procesi natyral, cili s'mund të me ndalu, mirë po lëkurën normal muj me trajtu dhe me mirëmbajt si lëkurën si organizmin në mënyrë që me qenë sa më funksional për një kohë sa më gjatë. Kur flasim për përbërës me rezultatet provuara, për shembull janë retinoidet, antioksidantët, peptidet e ndryshme edhe SPF-it, të cilat mbeten ende ndër më të rëndësishmet.
sot fokusi nuk është veç te korrigjimi i shenjave të plagjes, por gjithnjë më tepër jemi të folë për regjinerimin e lëkurës dhe stimulimin e proceseve të saj natyrale. Si përbërës shumë i rëndësishëm gjithmonë mbetet edhe mbrojtja prej SPF-ët dhe mbrojtja prej diellit. Normal, në kohët kur është shumë dielli shumë aktiv edhe në kohën prej orës 10 deri në 4, pasi që dielli është i nevojshëm për procese tjera natyrale të organizmit. Mirë po mbrojtja me SPF në pikun e diellit edhe parandalimi është gjithmonë më i fuqishëm se sa korrigjimi. Qysh e vendos se cili tretman është më i përshtatshëm për një klient specifik? Çdo lëkurë ka nevoja të ndryshme edhe para se me rekomandu një tretman, normal që e analizoj pak gjendjen e lëkurës, historinë e saj, stilin e jetesës, po edhe pritshmëritë e klientit, të cilat janë shumë me rëndësi. Shpesh shumë klient vinë me një trajtim specifik duke e kërku, mirë po jo gjithmonë ai trajtim është zgjidhja më e mirë për lëkurën e tyre në atë moment. Për mu domethënë trajtimi më i mirë është ai i cili jo domosdoshmërisht është në trend, mirë po i përshtatet nevojave të secilit klient. E përmendë disa herë që analizon gjendjen e lëkurës, me çfarë forme analizon lëkurën? Gjendjen e lëkurës zakonisht e analizojmë me anë të aparaturave të cilat janë tash aparatura inteligjente me AI, të cilat e fotografojnë edhe analizojnë lëkurën edhe në 2-3 shtresa të ndryshme, ku mandej japin rezultate specifike për gjendjen si e ka pas klienti, pa marrë parasysh të poreve, të pigmentimit, dëmtimit nga dielli apo gjendjen aktuale varësisht prej moshës së tij. Normalisht në ndihmon shumë edhe disa pyetje specifike, pyetje përgjigje të cilat i jep klienti për mënyrën si është duke e trajtu, të cilat pastaj e plotësojnë njëna tjetrën edhe mirët një përfundim. Po, përfundim lidhur me qysh kemi me vazhdu ose çka i duhet atij klienti. Një çështje shumë problematike që ju ndikon psikikisht shumë klientëve, po edhe është problematike me trajtu janë aknet dhe shenjat e tyre. Sipas përvojës tane, cili ka qenë trajtimi më i mirë për aknet dhe shenjat e akneve? Aknet janë një problem kompleks që zakonisht kërkon një kombinim të duhur kujdesit për shpe, trajtime profesionale e në disa raste shumë raste në të vërtet, bashkëpunim me mjekët e fushave tjera, si dermatolog dhe endokrinolog, në disa raste edhe ginekologu. Për shenjat e akneve, rezultatet më të mira i kanë panë trajtimet që stimulojnë regjinerimin e lëkurës, si microneedling, polinukleotidet edhe teknologji të ndryshme me laser. Në anën tjetër, diferencën më të madhe nuk e bën veç pajisja apo produkti, është diagnoza saktë edhe plani personalizuar për secilin klient. Ti e përmendë që diagnostikimi i saktë dhe përcaktimi i tretmanit saktë janë shumë të rëndësishme, po sa është rëndësishme që me kombinu tretmanet profesionale me kujdesin në shtëpi edhe me konsistencën që do të me pas ata në shtëpi? Është bëse rëndësishme. Në fakt rezultatet më të mira vijnë kur trajtimet profesionale dhe kujdesi në shtëpi punojnë së bashku. Klienti kalon 1-2 orë në muaj në klinikë, mirë po kujdeset për lëkurën çdo ditë në shtëpi. Prandaj edhe trajtimi më i mirë nuk mundet me jap rezultatin më të mirë pa një rutinë të vazhdueshme në shtëpi. Për mu trajtimi është stimulimi, ndërsa rutina e përditshme është një mirëmbajtje e atij rezultati dhe shëndetit lëkurës në vazhdimsi. A ka produkte që sipas teje janë të mbilërsume për shkak të marketingut? Po, mendoj që ka shumë produkte të cilat shiten veç fal marketingut e jo rezultatit real. Shpesh shohim premtime për transformime jashtëzakonisht shpejta, mirë po lëkura nuk funksionon në qatë mënyrë. Lëkurës i duhet konsistencë edhe i duhen produktet të cilat i përshtaten gjendjes momentale. Kështu që produkti i mirë është ai i cili ka formulim të mirë, logjikë shkencore edhe që jep rezultate afatgjate. A ka ndonjë trend aktual në kozmetologji që mendon që ka me zgjatë për shumë vite? Mendoj që trendet që kanë me zgjatë gjithmonë janë ato trendet që bazohen në shkencë edhe në rezultatet reale ndaj klientit. Këto janë si trajtimet regjneruese, stimulimi i kolagjenit, biostimulusit dhe qasja e personalizuar. Këto kanë me vazhdu
gjithnjë me u zhvillu. Gjithashtu është duke po kuptohet gjithnjë ma shumë që bukuria nuk vjen veç prej një trajtimi, prej një procedure, ka më shumë interes për lidhjen mes lëkurës, stilit jetesës, hormoneve dhe mirëqenjes përgjithshme. Kështu që besoj që ardhmja nuk është vetëm që krejt ftyrat me u duk njejt, por është duke shku trendi edhe e ardhmja është duke shku drejt lëkurës shëndetshme, rezultateve natyrale dhe trajtimeve të personalizuara. Qysh e dallon ti një produkt mirë ose efektiv nga një produkt tjetër që thjesht ka marketing po jo efekt real? Marketingu mundet me tërheq vëmendjen dhe ma një produkt në treg, mirë po është shumë rezultati që e jep ai produkti e ka vlerën reale. Gjithashtu ka produkte shumë të mira të cilat kanë marketing jo qaq të zhurmshëm. Unë për veti kur e vlerësoj një produkt, zakonisht i shiqoj përbërësit, mënyrën si është formulu, përqëndrimet e përbërësve edhe evidencën shkencore të atyre përbërësve, si dhe rezultatet të cilat i jep ai produkt në praktik. Edhe në fund nuk më bind asnjë marketing ose reklam, po më bind që ajo që e shoh në lëkurën e klientave të mi. A ti ke punë çdo ditë me shumë tipe edhe gjendje të ndryshme të lëkurës, cilat janë ato tretmane që ti preferon më shumë ti për lëkurën e ndjeshme? Shumë shpesh për lëkurët e ndjeshme më pak është më shumë. Për lëkura e ndjeshme për to është më e rëndësishmja që të mos përdorim tretmane shumë agresive ose produkte shumë agresive. Fillimisht duhet më fokusu me e forcu barierën e lëkurës, me ul inflamacionin edhe me rrit hidratimin. Kështu që shpesh rezultatet më të mira vijnë prej trajtimeve të zgjedhura që e qetësojnë lëkurën, si LED terapitë ndryshme, trajtimet hidratuse si HydraFacial, si dhe protokollet e kombinuara për qetësim të lëkurës, si të cilat kombinojnë laser të ndryshëm Nd:YAG, i cili targeton skuqjet sipërfaqësore dhe skuqjet e thella, që kombinojnë mandej laser si BBL Heroic dhe polinukleotide. E përmanem që ti je për një kohë shumë gjatë në këtë industri, qysh ka ndryshu teknologjia ose përdorimi i teknologjisë gjatë karrierës tane, ku ke fillu edhe tash? Teknologjia ka avancu jashtëzakonisht shumë. Ideja është që me u përdor teknologjia, tash me u trajtu më shumë indikacione ose problematika të lëkurës, e në anën tjetër me pas sa ma pak kohë rikuperimi, edhe me qenë normal efikas, po edhe i sigurt. Sot mundet me u trajtu pigmentimi, skuqja, tekstura, shenjat e plakjes së hershme me shumë ma pak agresivitet e në anën tjetër me ma pak kohë rikuperimi. Edhe pajisja ma avancume nuk jep rezultatet mira nëse nuk është në durt e personit të duhur edhe nuk përdoret në mënyrën e duhur. Për mu kombinimi ideal është teknologji moderne, njohuri profesionale edhe një plan i personalizum për secilin klient. Çfarë këshilla i kishe dhënë dikujt që po don me fillu me u kujdes për lëkurën për herë të parë? Këshilla është që me njoh mas pari lëkurën e vet mirë, me provu produktet, trajtimet mirë, po edhe me analizu edhe me pa çka po i përshtatet ma shumë. Lëkura gjithmonë ka nevojë për bazën e duhur dhe mirë po ka nevojë edhe për konsistencë. Një rutinë e thjeshtë e zgjedhur mirë edhe përshtatun për lëkurë ja vlen shumë ma shumë se sa 10 produkte të ndryshme apo të cilat përdoren pa në një plan. Kështu rezultatet ma të mira domethënë vijnë prej konsistencës, durimit edhe vazhdueshmërisë. Gjithmonë një rutinë bazike e secilit duhet me qenë pastrues i mirë, i cili ka me qenë nuk është agresiv, nuk e irriton lëkurën, një toner i cili e balancon pH-n e lëkurës, mandej në mëngjes duhet me përdor përpos SPF-it, duhet me përdor gjithmonë edhe antioksidus, produkte të cilat përmbajnë vitamin C, acid ferulik, vitamin E, e cili i frenon radikalet e lira të cilat shkaktohen prej faktorëve ndryshëm të jashtëm, kurse në mbrëmje po edhe ditën normal edhe hidratuesi është diçka që
nuk duhet me anashkualu në asnjë mënyrë që me mbrojt edhe barierën e lëkurës, po edhe me mbrojt lëkurën prej prej tharjes ose prej avullimit hidratimit që e ka natyrshëm në lëkurë. Sa shpesh duhet me bu një person tretmane profesionale për me pas rezultate afatgjata? Kjo varet nga mosha biologjike e lëkurës, nga qëllimi i klientit, po edhe nga gjendja aktuale që e ka, ajo lëkura e personit. Ka persona që në fillim kanë nevojë për më shumë trajtime, në mënyrë që me mri një rezultat, e ka të tjerë që kanë nevojë për një trajtim në 2-3 muaj. Sidoqoftë, për me trajtu një problematikë si skuqje, për shembull, inflamacion, pore të gjeruara ose hiperpigmentim, ideja është me ardhë në vazhdimsi, çdo 2 javë ose çdo 4 javë fillimisht, derisa të mrihet një rezultat i qëndrueshëm, një rezultat i dëshirueshëm, e mandej ajo të mirëmbahet her pas here çdo 1 deri në 3 muaj, po them varësisht prapë prej problematikës, me trajtime, po edhe me produkte në shtëpi, në mënyrë që me pas mandej këto rezultate me qenë të qëndrueshme. Cili është kombinimi më i mirë sipas teje për hidratim dhe rigjenerim të lëkurës? Po thuaj se çdo lëkurë i ka nevojë për 3 gjëra bazike. Për hidratim, mbrojtje antioksiduese të barierës po edhe të lëkurës, edhe mbrojtje nga dielli. Më pas, sipas nevojës, mund të shtohen edhe përbërës të ndryshëm, të cilët stimulojnë rigjenerimin e lëkurës, si peptidet, retinoidet ose trajtime të tjera specifike. Për mu sekreti është me përdor kombinimin e duhur edhe të produktit edhe të trajtimeve. Gjithmonë, në rastin si rutinë, gjithmonë duhet me pas parasysh që antioksidantët, siç është vitamina C, duhen me u përdorë në mëngjes. Nuk është gabim me përdorë edhe mramje, mirë po nëse dojmë me nxjerrat efektin më të mirë të tij, atëherë përdoret në mëngjes për mbrojtje, kurse rigjenerimi përdoret në mramje. A menon që mosha edhe tipi i lëkurës janë faktorët më të rëndësishëm në përcaktimin e produkteve? Mosha edhe tipi i lëkurës ndikojnë deri dikon, mirë po nuk janë ata faktorët kyç që duhet me i përcaktu, të cilët e përcaktojnë mandej zgjedhjen e produkteve ose tretmaneve, se ka persona të cilët në të 20-tat kanë barierë të dëmtuar edhe shfaqin shenja të minimale të plagës së hershme, po ka edhe personat në të 50-tat të cilat kanë lëkurë shumë të shëndetshme edhe shumë të mirëmbajtur. Kështu që sigurisht mosha tipi pra e kanë qatë rëndësinë e vet, mirë po ato janë veç një pjesë e këtij procesi. Është me rëndësi me pa edhe sa e ka, shumë me rëndësi është gjendja e lëkurës, sa është e dëmtuar ajo lëkurë, mirë po ose sa është e mirëmbajtur, mirë po edhe ka faktorë të tjerë siç është klima momentale, muajt e vitit, janë faktorë të tjerë si stili i jetesës, ose ka persona të cilët kanë si jetesë ose punë që duhet me qenë në ambiente të hapura. Kështu që krejt këto duhet më këshyrë faktorë të ndryshëm në mënyrë pak më të gjerë, në mënyrë që me zgjedh produktet më të mira për me u kujdes për lëkurën. Cilat janë ato produkte kozmetike që nuk duhet me u përdor asnjëherë bashkë ose me u kombinu me njëra tjetrën? Problemi nuk është gjithmonë te përbërësit ose një produkt, po normal te përdorimi i tepërt i 2-3 produkteve të cilat kanë shumë aktiv. Për shembull, retinoidet me pillingje të ndryshme acide, në të njëjtën kohë, por ndonjëherë edhe të njëjtën ditë nuk sugjerohen në asnjë mënyrë sepse do ta dëmtojnë barierën e lëkurës deri në atë masë, sa që ajo mandej do të shfaq kështu reaksione të ndryshme. Kështu që përpos kësaj është shumë me rëndësi me ditë që edhe te tretmanet e ndryshme me laser për shembull, të cilat e dëmtojnë barierën e lëkurës fillimisht për me fitu mandej atë rigjenerimin e saj, te ato tretmane gjithmonë duhet me pas kujdes me kombinimin e këtyre produkteve që kanë retinoide dhe acide në javën e parë të kujdesit pas tretmanit.
Qysh se edhe ti ma herët klientat kur vinë dhe kanë kërkesat e veta e kanë edhe disa pritshmëri. Qysh i trajton ti ata klientat që kanë pritshmëri jo reale për rezultatet e tretmaneve? Mundohem mi trajtu me sinqeritet edhe me sa ma shumë transparencë. Është shumë e rëndësishme që çdo klient me kuptu çka muj me arrit realisht edhe çka jo. Estetika mundet me përmirësu shumë cilësinë e lëkurës edhe pamjen, mirë po nuk mundet me nal kohën apo me kriju naj perfekcion si filter. Gjithmonë për mu një klient i informu mirë është det gjithmonë ma i kënaqur se sa një klient që është i bindur me premtimet të egzageruara. A ka naj tretman që jep rezultate dukshme me njëherë mas aplikimit? Ore se çfarë rezultati është duke kërku klienti, mirë po në përgjithësi trajtimet hidratuse dhe ato që e përmirësojnë menjëherë shkëlqimin e lëkurës, si disa acide shumë të buta, japin efekt të dukshëm edhe të menjëhershëm, pasi lëkura kur është e hidratuar, e mbushur, e pastruar, normal që para pas ka efekt të dukshëm. Për shembull, domethënë Hydrafacial është një trajtim që klientët e vrejnë, pas të cilit klientat e vrejnë menjëherë që lëkurën e kanë më të freskët, më të pastër edhe më të hidratume. Mirë po, rezultatet e vlefshme nuk janë domosdoshmërisht ato që shihen me një herë. Stimulimi i kolagjenit, mandej regenerimi i lëkurës, përmirësimet afatgjate të cilësisë janë ato që zakonisht lypin kohë pak dhe pritje për me vrejt rezultatin e përfundimtar. Prandaj efekti me njëhershëm është i mirë po çka jemi të kërku janë rezultatet afatgjate. Sa ndikojnë ushqimi, gjumi dhe stresi në rezultatet e tretmaneve kozmetike? Shumë ma tepër se sa që mendohet, se lëkura reflekton krejt ata që ndodh brenda në trup. Ne mund të bëjmë trajtimet dhe produktet, t'i përdorim produktet më të mira që janë, mirë po nëse personi është gjithmonë në stres, flem pak, ka stil jetese stresuse, si dhe ushqim që nxit inflamacionin, atëherë rezultatet kanë me qenë gjithmonë të mangëta. E përmendëm më herët që teknologjia ka avancu shumë, se po cili është mendimi yt për tretmanet me laser në krahasim me tretmanet klasike të fytyrës? Shpesh rezultatet më të mira arrihen kur kombinohen këto të dyjat, domethënë teknologjia edhe trajtimet e pastrimit të thellë dhe hidratimit. Nëse bojmë dallimin, laserët zakonisht trajtojnë problematika të ndryshme, për shemb të cilat kanë të bëjnë me pigmentimin, teksturën, kolagjenin e dëmtuar apo probleme specifike të lëkurës. Normalisht që jo domosdoshmë çdo klient ka nevojë me bë, janë rastet e caktuara të cilat ne i sugjerojmë. E në anën tjetër, trajtimet klasike të fytyrës janë shumë të rëndësishme në mirëmbajtjen e lëkurës, hidratim, pastrim dhe ruajtjen e shëndetit në vazhdimsi. Çka duhet me ditë klientat para se me fillu një trajtim estetik? Si informacion para trajtime, duhet me ditë që nuk ekziston një trajtim që i zgjidh krejt problematikat dhe nuk ekzistojnë rezultatet me njëhershme për secilin problem. Trajtimi estetik është një pjesë e procesit, kështu që rezultatet më të mira arrihen kur pritshmëria është reale, plani është i mirë edhe kemi vazhdimsi dhe konsistencë të mirëmbajtjes edhe me trajtime mirëmbajtëse, po edhe me produkte në shtëpi. Gjithashtu, jo çdo trajtim është i përshtatshëm për çdo person, prandaj analiza dhe personalizimi janë po aq të rëndësishme sa edhe trajtimet e duhura. Në bazë përvojës tone, cili është sekreti kryesor për me pas një lëkurë të shëndetshme dhe të mirëmbajtur? Nëse e kisha përmbledh me një fjalë, është konsistenca. Mandej mbrojtja prej diellit, rutina e përshtatur për lëkurën, trajtimet e zgjedhura me kujdes, edhe stili jetesës shëndetshme, ku përfshihet edhe ushtrimet fizike, bojnë shumë më tepër se sa trendet që janë të ndryshu çdo muaj. Po ashtu një rol shumë me rëndësi në shëndetin e lëkurës për në afatgjat është edhe mbajtja e peshës me sa më pak luhatje. Të utna erdhëm në fund bisedës tonë, faleminderit shumë që pranove me qenë prezente mas një 200 lutjeve që të këmboj, ishte shumë kënaqësi, shpresoj që shihemi prapë. Kënaqësia ime ditë. Faleminderit gjithë juve që ishit me ne edhe në këtë epizod të radhës Glowcast. Deri në episodin e radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaja.
Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Catalysis, Eptaderm, Italmed, Luna Farm, Naturmel, Nika Farm, Organic dhe Relastil.